Normalisht, tash e kuptoj edhe këtë pjesën që nuk është ja kuptoj vetë çfarë ishin ato. Po besoj që me vendime të tilla, 10 komunitetet ka mundë edhe me 58%, na si na po në përkrosje mes varës barabartë juve. Nëse nuk do të ketë me të vërtet gatishmëri që të ketë një marrëveshje politike për të dhënë vendit institucione, atëherë zgjedhjet e 7 qershorit fatkeqësisht mund të mos jenë të fundit për këtë vit, e që padyshim organizimi 4 palë zgjedhjeve në rreth 24 muaj do të ishte skenari më i keq i mundshëm që mund ta kemi imagjinuar ndonjëherë. Një 30 e kemi në Ronik. Një 30 në Ronik. Sa e krymë aty? Apse janë tubimet ta? Po janë tubimet edhe mbi tilla e Ngilana. Po edhe kthej. Shku. Është derisa të janë Altini. Se edhe material. E përshkruaj si një qeveri e cila ka qenë dembele, pra nuk ka punu fare në realizimin e premtimeve të tyre. Ka qenë shumë polarizuese në kuptimin që ka ndërtu mentalitetin us versus them, një mentalitet i cili nxjerr votë, sepse është dominon mbi një emocion negativ, mirë po jo në emocion negativ ndaj varfërisë apo ndaj papunësisë, mirë po emocion negativ ndaj grupeve të caktuara në shoqëri. Pra e kthen shoqërinë kundër njëri tjetrit. Prej 2021 deri në 2025. A dini cilat janë këto dy gjëra? E para është aftësia për ta mbrojtur veten. Tjetra, të parë në Ballkan për mungesë të korrupsionit. Dhe të parë në Ballkan për qeverisje të hapur. Këtë s'po e them unë, e thot World Justice Project. Prandaj e kuptoni të dashur qytetar, qysh fakteve tona pozitive, ata mundohen bloku opozitor me shpifje, me gënjeshtra ta shndrojnë në atmosferë negative. Atmosfera e tyre negative është shpifje. Faktet që i paraqesim ne e që janë pozitive, janë realiteti. The European Union can support Kosovo, but it cannot do Kosovo's homework. Kosovo needs strong, stable and functioning institutions capable of delivering reforms and seizing opportunities the European Union offers.